Po nisim me atë se çfarë po ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti Donald Trump do të takohet me kryeministrin Benjamin Netanyahu. Kemi qenë në kuadër të asamblesë 80 të Kombeve të Bashkuara të zhvilluar gjatë muajit shtator. Donald Trump ka paralajmëruar diçka të madhe, ndërkohë që ne dimë që ka një plan 21 pikësh sa i takon Gazës, po themi. Jemi përballë fundit luftës, marrëveshjes së përfundimit të luftës së zgjidhjes. Tani çështja e negociatave për pushim lufte dhe ku ngërthejnë interesa që përplasen fort, kanë quajtur luftë po 2 vjet e ca, pothuajse. Atje sigurisht nuk janë aq lehta dhe ndryshojnë, po duket gjasa që janë paktën janë shprehur nga presidenti Trump edhe nga Netanyahu që kryeministri që duket sikur do të kemi një marrëveshje. Nuk është e lehtë, deri në momentet e fundit kur marrëveshja të bëhet, ekziston gjithmonë 1% apo një pikë çuditëse që gjërat mund të prishen. Deri tani të paktën kështu kanë shkuar. Po, prandaj them, pikërisht. Kemi pasur shumë tentativa për armë pushime. Le të shpresojmë se nuk kanë çfarë të bëjnë më shumë. Ma merr mendja që Hamasi është goditur fort. Edhe këtë nuk e thot thjesht Ariani, që them unë këtu, por thonë dhe figura që kanë dhe dhëna të tjera. Nga shërbimi inteligjent. I fundit ka qenë kancelari gjerman Merz që tha që Hamasi është pothuajse i shkatruar. Natyrisht ato kanë një secilin e vet, marrin pengjet për një imponu disa kushte, po mendoj që jam pranë fundit të konfliktit, të një marrëveshje. Unë jam i sigurt, nëse do bëja për një koment për atë që do të vijë mas marrëveshjes, që të gjithë dyshimet dhe akuzat për genocid ndaj Izraelit do të davariten shpejt, sepse plani për ndërtimin do të jetë një plan i cili natyrisht merr parasysh me shumë seriozitet kërkesat e palestinezëve. Dhe për të thënë këtë gjë, duhet shtoj dhe diçka tjetër, ata që akuzojnë për genocid besoj e din apo për arsye të caktuara pse e bëjnë që Izraeli nuk ka pas synim të vrasë njerëzit. Izraeli ka pas synim gjithmonë të shërënjos grupin Hamas që është terrorist. Por lufta ka gjithmonë edhe efekte anësore, si çdo luftë gjithmonë, po ai nuk ka synuar fëmijët dhe gratë dhe plejtë apo familjet, po themi njerëzit civil. Nëse të kthehemi tek pyetja kryesore, pra shpresoj, por përsëri nuk dihet sepse interesat janë shumë të kundërta. Pak na duket i gatishmëri nga ana e Izraelit, po themi. Izraeli ka gatishmëri ka dhe Hamasi, sepse Hamasi s'mund të luftojë më si më parë, i ka rënë fuqia, por ata nuk lëshojnë, ata kanë thënë diçka Izraeli që duan ta çrënjosin terrorizmin, përfundimisht. Hezbollahun e kanë goditur fort, pothuajse që marr fund, nuk e di deri në çma, sepse nuk jam njëri që kam të dhëna për shërbimet e fshehta inteligjente, po janë goditur fort. Dhe besoj që edhe Hamasi, këtë synim ka Hamasi, ai nuk hejdor Izraelin nga kjo gjë, sepse në fakt çdo përpjekje terroriste është keq jo vetëm për Izraelin, për çështjen palestineze në tërësi, po kudo që shfaqet terrorizmi është gjithmonë me pasoja, sepse është një mënyrë lufte që është sjell vetëm viktima, është dëshpëruar, nuk ka synime të qarta. Megjithatë, le ta mbyllim duke thënë që shpresojmë që do të merret vesh shpejt. Çështja është që edhe nëse po them se arrihet një garanci, një marrëveshje për armë pushimin edhe ndalimin e luftës, se do të plotësohen edhe kushtet e palëve ku përfshihet çrëndosja. Fondi u ka thënë Trumpi, u ka thënë edhe Netanyahu, lirim pa kushte gjitha. Se lirohen pengjet, se Hamasi, si thua, pranon që të largohet nga kontrolli i territorit Gazës. A mendon se ka një garanci sigurie për bashkëjetesën e paqe të dy entiteteve, po them në të ardhmen? Pra, se ikën Hamasi, ikën fare, nuk ekziston. Po. Nuk e di ku të shkojë, se s'ka ku tik, po. Po them, do dorëzohen autoriteteve, do të ndëshkohen etj. Ndoshta nuk ndëshkohen, po heqin dorë nga përpjekjet terroriste. Ky do të ishte një hap i madh, po nuk e di. Në krye të 10 viteve, po themi, pasi kanë ndodhur gjitha këto. Kemi ne garanci sigurie që nuk do të përsëritet prapë situata të tillë, sepse marrim parasysh që tashmë ka shumë viktima marrëveshje dhe Hamasi heq dorë nga përpjekjet dhe metodat terroriste, sigurisht që ka garanci. Kjo është garancia. Ata s'do bëjnë mas, ata s'do godasin. Çfarë do godasin? Nëse ai tjetri thotë që unë
nuk do të jemë kërcënim, do të bëj asnjë goditje, kjo është automatikisht sjell garanci. Nuk ka arsye më Izraelit veprojë kundër tyre. Përkundër do merren me menaxhimin, me kujdesin, sepse mund të ketë forca të treta. Ti e ke gjithmonë kur ka konflikte ku merret vetë çfarë bëhet, vetëm për të prish klimën. Domethënë flasëm parim, jo se di në gjë, por gjithmonë kështu ndodh. Por nëse Hamasi deklaron që nuk merr më, e kanë përfunduar këtë gjë, do të hyjmë në periudhën paqësore, menaxhim, se unë supozoj që Gazën palestinezë do të drejtojnë. Ndoshta për një periudhë Izraeli do të marrë forcat ushtarake për garanci, për siguri mos ndodhi gjë. Por ata do e menaxhojnë, pa diskutim. Qartë, ka 2,2 milion palestinezë. Patjetër. Ka një, domethënë, ndoshta mendoni që gjithçka mënyra se si do të shkojnë gjërat në vijim, bashkëtesa paqësore ose jo, përsëritja ose jo e situatës do të varet nga një autoritet që do ta administrojë apo do ta qeverisë Gazën. Për shembull, përflitet kohët e fundit mund të ishte garanci dhe amerikanit. Përflitet kohët e fundit një grup ndërkombëtar që mund të krijohet një Tony Blair përflitet në disa qarje. Ka mbështetjen e pushtit. Çështje njeriu, është çështje strukture, më shumë mund të jetë Tony Blair, mund të jetë dikush tjetër për të krijuar një autoritet tranzitor në Gaza. Edhe këtë edhe përkohshme, në fund do të jenë palestinezë ato, siç kuptoj dhe siç kam lexuar edhe midis rreshtave nga ato që deklarojnë, edhe nga amerikanët dhe nga e mendon një autoritet tranzitor. Me një fjalë, Egon, Izraeli nuk po e pushton Gazën. Netanyahu shpreh qartë, unë po e çliroj nga Hamasi, ose më mirë nga Hamasi terrorist. Se mund të ketë element në Hamasi, ndoshta s'kan lidhje direkte me. Pra po e çliroj. Pra ideja është që nuk do të menaxhojnë këtë territor apo këtë popullsi me kështu. Dhe mendoj që po shikosh krahun tjetër, bregun perëndimor. Historia bregut perëndimor me përjashtim të përplasje që kanë për çështjet e ngulime apo ndërtime izraelite të banorëve aty është pak shumë një histori që tregon se dy komunitetet kanë bashkëtuar në paqe me njëri tjetrin. Madje unë di që ka shumë izraelit, kur them shumë me 10.000 ndoshta edhe më shumë, thonë që 1 milion e ca, por nuk jam i sigurt për këtë, por shumë. Ata që shkojnë punojnë në Izrael dhe kthehen darkë apo masditën në shtëpi. Palestinez. Pra ka traditë të tillë që mund të bashkëtohet me Izrael. Megjithatë qeveria... Po të kthehemi historisë vjetër fare, para diasporës së hebrejve, ato kanë bashkëtuar aty sigurisht, bile kanë dhe lidhje. Njëri popull thot salam, tjetri thot shalom. Qartë. Kotë të e thash sa po aty do bashkëtohesh. Megjithatë, kohët e fundit është vënë re një përpjekje për shtimin e kolonive, po themi, dhe me këtë ministrin Bezalel. Kjo është diskutueshme, nuk më flas me siguri këtë gjë, sepse ndoshta, po palestinët kanë të drejtë, edhe izraelit kanë drejtë sepse thonë janë tokat tona e tjera, po edhe ata kanë drejtë sepse u ngushton hapësirën palestineze. Po kjo mund zgjidhet. Kjo nuk ka pse zgjidhet me luftë. Edhe Gaza, bregu perëndimor nuk e ka zgjedhur. Ka përplasje, ka protesta, por nuk ka shkuar puna deri në luftë. Kjo është gjendje shumë e ndërlikuar, një konflikt kaq dekada i gjatë, po le të shpresojmë që marrëveshja të japi fund. Kësaj gjë nuk çam mund thosh më tepër. Qartë. Mirë, duhet kaloj pak tash shkurtimisht tek Rusia dhe tek Ukraina. Zelenski ka kërkuar së pari si e lexon kthimin e Trump. Këtë kthimin e madh, po themi, paktën percepcion publik. Sepse ai shpreh nga Rusia tek Ukraina tashmë ka bërë deklarata shumë të forta, ka thënë mund t'i rrëzoni avionët rus në këto vende të NATO. Shumë fort. Duhet të bësh shumë më përpara. I ka thënë Ukrainës që duhet, pra mund të çlirosh gjithë territorin, mund të rimarrësh gjithë territorit. Duke siguri ke mundësi. Po. Si analizon të them këtë? Analiza është shumë e thjeshtë. Ai fillimisht, për cilën edhe kritikoj, unë se kritikoj, fillimisht hyri me besimin që meqense unë kam një marrëdhënie që nga presidenca e parë me Putinin, me presidentin rus, le të mos paraqikojmë, le të hyjmë me idenë që ta zgjidhen sa më shpejt, mos vriten më njëherë se është luftë e çmendur etj. As rusë mos vriten as ukrainës, ta mbyllim këtë gjë. Bëri dhe takimin, gjithmonë pa paragjykime. Tani, nga takimi, Putini ka treguar qartë. Haptas jo, se me fjalë do i mbulojnë që do, por me qëndrime praktik ka treguar që ai nuk do ta përfundojë atë luftë. Do të mbajë ato territore.
Zelenski ka bërë qartë që ai është gati për çdo kompromis të mbështetur nga politika apo nga parlamenti i vet, por duhet ka përzihen problemet kushtetuese se ai është president. Edhe ju t'jeni dhe unë t'jemi, nuk mund të shiten territoret aq kollaj. Natyrisht vjen një moment kur lufta të detyron të ndryshosh dhe kufit. Mundet ta bësh këtë gjë, se thu më mirë ndryshojmë kufit se të vazhdojnë të vriten njerëz e çkatrojnë. Kur ka një vullnet përbashkët për një marrëveshje. Kur ka, u duk, vullneti mungoi nga Rusia. Por nga ana e Rusisë tregoi ka vullnet, po kanë filluar dhe këto provokimet në shtetet e tjera. Kanë vetëm çështje kushtetuese, tha, po më parim po. Bijem dakord. E lat nuk kuptohet. Ndërkohë Rusia nuk ashtu, prandaj Trumpi vazhdimisht shikon atë si një shkelje të mirëkuptimit, i cili u çfaq në ato që u pan dhe ato që s'u pan alas. Dhe atëherë edhe Trumpi ka ndryshuar qëndrim. Jam zhgënjur, ka thënë fillimisht nga ai. Pastaj ka thënë që sepse kjo do të shikonin ditët që do vinë qëndrimet tona. Nuk është shkelje mirëkuptimit karshi Ukrainës vetëm. Tashmë ka hyrë dhe Amerika në lojë, shkelje mirëkuptimit dhe ndaj Amerikës. Amerikën po them, se ju referova Alaskës. Atëherë ai ka filluar të përshkallëzoj, ka thënë hapësira ajrore e vendit NATO-s, nëse cënohet duhet goditen dron, avion, çfarë do të jenë. Ndërkohë, po të shikoni me kujdes, dje apo pardje Lavrov ka thënë që Rusia nuk synon të bëj luftë me NATO dhe me BE-n. Se dikur thoshte do godasim këtë, bila i Medvedevi. Ai hiqet si më i rëndësishëm se Putini nuk e di çka ka dhe lloj zelli të shtuar, po me siguri ka nga vetja vet, do godasim Londrën, këtë i bëjmë për kaq. Ato janë gjitha blofe, gjitha tullumbace të kota, pa ai ka thënë që nuk kemi ndërmend të godasim ato. Me fjalë, deklarata ju që do godasim mos ketë, nuk ka bazë, ne s'kemi synim të bëjmë këtë gjë. Tu shtrohet problemi kush i çon ato dronë në Poloni, në Lituani, në Rumani. Kur çon nga vin? Akoma ma merr mendja e di në origjinën, por ndoshta prap për arsye të mos prishjes së një klime të bisedimeve diplomatike nuk po i thon, me siguri nga Rusia janë. Unë e them këtë pa e ditur, po e marr me mend s'ka kushtit çoj tjetër dronë. Sepse janë disa vende, nuk është puna se shkelën hapësinë ajrore diku dhe mund të quhet dhe rastit. Po atë janë para shumë sisteme, edhe mbi Balltik. Çfarë është shmatje mbi Balltik? Po teston Rusia. Me siguri rus. Do të thënë deri pse po e bën? Po mat Putin derisa mund të shkojnë këta, do të thënë deri. Po për treguar që ende është e fortë. Ajo në fakt kjo është e rënuar ekonomikisht, po mos i çelëgi, nuk i ka situatën fare mirë. Unë edhe po t'i referohem disa veprime ushtarake, po të kesh parasysh hartën diku në Ukrainën qendrore, mbi Luhansk, Kramatorsk. Atje janë rrethu 10.000 forca ruse. Ai ka kaq kohë, ka çu 100.000 ushtarë atje shtesë për ta marrë, se duhet pikë kyç ajo për të kaluar drejt Harkivit. Nuk e ka arritur ta marrë, dhe ka mundësi që këta 10.000 tani do dorëzohen që janë të rrethuar atje nga Ukraina, se ose ku diun do vriten. Fatkeqësi e madhe është, po ai po dështon, ai ka dështuar që në fillim. Edhe i zvarrit lutën për të treguar që jam i fortë e tjerë të imponojnë. Edhe në këto kushte, duke qenë se u rikonfirmua mbështetja me armatim e Ukrainës, jo vetëm nga Europa, jo vetëm nga NATO, po edhe nga Shtetet e Bashkuara, madje edhe me ndoshta një për kërkesën për raketa Tomahawk, pra që godasin thella. Zelenski ka kërkuar raketat Tomahawk. Atëherë, mas kësaj, është e mundur që të rimeren tërësisht territoret. Është shumë e vështirë, sipas meje. Por edhe nëse bën përpjekje për të rimarrë territoret, mund të arrihet në një pikë tjetër të luftës që territoret mos jenë këto, po të jenë shumë më pak se sa këto. Edhe atëherë tulen palet pranë bisedime. Edhe më mund e s'ka rrugë tjetër. Rusi mund të bëjë si i fort, mund të hiqet si ashtu si ka armë bërthamore, por ka armët bërthamore nuk mund të shkojë dot. Është e pamundur, sepse është bumerang, kuptohet. Si për veten e vetë dhe për botën. Kështu do shkohet ndryshe bisedime me disa kredite më shumë për Zelenski dhe me dëme më pak. Po të shohim prapë zhvillimet atje janë. Ne flasim që këtej, duke lexuar, duke marrë informacion sa të mundë, por praktikisht gjithmonë informacioni jonë nuk është tërësisht i plot. Mirë, duhet t'i them një çështje tjetër tani, pak e diskutuar por shumë e rëndësishme, Këshilli i Sigurimit të OKB-s ka rikthyer sanksionet për Iranin. Ndërsa Marco Rubio, sekretari i shtetit, ka deklaruar se diplomacia është ende në tavolinë. Teherani sigurisht i cilëson këto si presion politik.
është fillimi I një përplasje të re kjo në lindjen e mesme pas, po themi, armë pushimit luftës 12 ditore. Nuk besoj që ka vënd për përplasje të re. Irani ka mbështymi që bën lojë diplomatike aty, duke këmbgulur që të vazhdoj programin sipas tij paqësor, bërthamor, ai do të tregoj botës bën propagandë. Edhe lindjes mesme që shiko, goditja që më është bërë mua është kot, se unë gjithmonë këtë synim. Unë po vazhdoj domethënë. Jo, po unë gjithmonë këtë synim kam pas, e kam pas paqësor. Pra insiston, pa e kupton që këtë s'mund ta bëj. Por komuniteti ndërkombëtar, sigurisht, dhe OKB-ja në këtë rast, po edhe amerikanët janë të vendosur. Ai Trumpi ka thënë dikur, nuk e di, ka 2-3 javë, që ne godasim prapë, po t'jetë puna, po atje janë shkatruar gjërat. Leç thonë që s'është godit pak. Atje është marrë ndoshta vetëm ai uji I rënd siç quhet. Aty por me atë s'mund të bësh asgjë pas patet mjete të tjera. Po unë mendoj që është lojë diplomatike për treguar që shiko, derisa ne vazhdojmë ta kërkojmë të program për edhe më parë, ka qenë civil. Pra është vimësi, jemi në vimësi të qëndrojeve tona. Nuk është kaq e thjeshtë ajo, sepse bota perëndimore apo shtetet NATO e tjera Amerika e kuptojnë që ai program bërthamor I kombinuar mes mbështetjen financiare dhe të tjera që bën terrorizm në Yemen, Hezbollahut dhe Hamasit, sigurisht që prodhon diçka tjetër, synimin për armët, për krimin e armëve bërthamore, nuk mund thuhet gjë civile. Dhe kjo që po themi ne diskutojmë mbas atyre që lexojmë, që shikojmë informacione, por ka dhe shërbime inteligjente, ka informacione të tjera që vërtetojnë që ai ka pas madje prandaj godit se ishte shumë pranë krimit të armës bërthamore. Pasurimi I uraniumit kishte arritur. Kështu që sanksionet janë për treguar që ne nuk lejojmë asnjë lloj rikthimi të atij programi, ju mund bëni sikur e keni për paqë, por ne s'besojmë dhe asnjë lloj lëvizje nuk do të bëhet. Qëndrimi I fortë, por nuk shikoj që Irani të ketë fuqi. Është I rrezikuar Izraeli nga Irani në këto momente që jo, për mua fare. Pra është mbyllur ai kapitull, po themi. Për mua po. Gjithçka mund ndodhi, unë nuk e di. Unë mendoj që jo. Nuk ka më fuqi Teheranit bëj këtë gjë. Them, fuqi ka, por natyrisht nuk besoj që të bëj një aventurë të tillë, se është e kotë. Ndërkohë që nuk ngrihet fare problemi, po themi I ndrimit të regjimit. Paktën ky është problem tjetër. Qofse hapim këtë kapitull, për mua regjimi që është tani ajatollave, po themi, regjimi fetar, një autoritarizëm fetar I dalluar I tjere, unë mendoj që është në ditë vështira. Ka një opozit organizuar me qendrën në Paris, të udhëhequr nga Miriam Rajavi atje. Ka shumë kundërshti brenda vendit për shumë probleme. Problemet janë uji, energjia e tjera, por ka dhe probleme të tjera. Kishte një krizë uji në fakt. Ka probleme shumë të mëdha gjatë verës. Edhe këto mund shërbejnë si katalizator për protesta, por natyrisht ka dhe shumë vërejtje të tjera për policinë morale, për frenimin, kufizimin e lirisë e tjera, por ka dhe grupe, me sa di unë, grupe të organizuar ilegale të cilët presin një moment caktuar, nuk e di. Se si ato e kanë ashpërsuar ajo garda kuqe tani kontrollon gjithçka, pavarësisht se ka pushtet civil, po është ajo, domethënë ka dorën gjithandej. Edhe presidenti që I sapo zgjedhë sa u bën në vitet sa, pretendoi si moderuar e tjerë, nuk ka çfarë të bëj fare, është I rrethuar nga ata titullarët e gardës dhe pothuajse s'mund të lëvizë asgjë ndryshe. Por ndërkohë kjo nuk e bën regjimin më të fortë, se sa herë që ashpërsohen masat për të mbrojtur një regjim I cili s'ka baza, më ka shumë probleme. Në një vend gjithmonë është çështje kohe që do ndryshojë. Diçka aty do ndryshojë. Se si do ndryshojë nuk mund ta themi, por opozita iraniane, demokrati që kërkon kushtetut të re, heqjen e fesë, Republikë Demokratike të Iranit, ka mbështetje të jashtëzakonshme nga parlamentet, nga parlamentarët e Europës dhe të Amerikës. Vazhdimisht. Qartë. Të shohim se si do shfalosen gjërat. Situata është më optimiste se para luftës 12 ditore, siç u quhet lufta, sepse morën goditje të mëdha këta si regjim, edhe si po themi si çfaqje propagandistike apo po edhe realisht nga pikpamja ushtarake. Qartë.
Dua të flasim pak tani dy çështje të shkurtra në lidhje me Kosovën, sepse duket sikur situata aty paraqitet problematike në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është problematike. Kryeministri Albin Kurti ka deklaruar vetëm dje se në vijim të qëndrimeve vetveta, po themi, pas ndërprerjes së dialogut strategjik me Washingtonin, se nuk do të sakrifikojë sundimin e ligjit në veri dhe se tërheqja e Serbisë nga Rusia nuk është puna e tij. Duket deklarate fort për Karçillëk, kur thuhet në zhargon popullor. Është deklarate fort, por nuk them që e bën për Karçillëk. Domethënë ku shkon kjo? I vlerëson shumë këto qëndrimet amerikane etj. Në mbështetje në mbrojtje, në armatime. Ai vazhdon me idenë që veprimet që kanë bërë në veri i quaj veprime të drejta në përputhje me kushtetutën time etj. Dhe natyrisht amerikanët dëgjojnë. Unë nuk besoj se amerikanët nise vetëm nga ideja që ky po na kundërshton. Po na është kundërshtetësh. Ai mbështetet në kushtetutë. Në farë mënyrë Albini ka drejt. Por sa e drejtë është kjo, në fakt është drejtë tjetra, që pavarësisht se i dim cili është parimi etj, por shpeshherë për të arritur një qëllim të caktuar dhe për ta mbrojtur parimin, bën dhe lëshime kohore apo uljen tavolinë për disa gjëra që tërheqje taktike, po themi. Po pra, gjëra të tilla, kështu që në këtë pikpamje Albini duhet bëjë diçka. Dhe nuk duhet të jetë kaq refraktar, thot shkurt që ato që kanë bërë veri janë kaq. Po mirë, dakord, po jemi gati të ulemi si tjerë, të bëjmë. Po jemi në kushtet kur po fillon dialogu si Cako themelore, jo. Po fillon dialogu me Serbinë, pra dialogu. Mirë, pra, ndërkohë që është ndërprerë dialogu strategjik me amerikanët, që s'është normal. Jo, po them që ndërkohë që është ndërprerë me Kosovën, dialogu strategjik i amerikanëve ka nisur me Serbinë, është takuar Marko Rubio me Marko Gjurić, Marko Rubio me presidentin Vučić, pra duket sikur paralelisht me largimin nga Kosova ka një afrim me Serbinë. Nuk mund të quhet afrim me Serbinë, tani dy palët që duhet zgjidhin problemin janë rusët dhe këto serbët dhe kosovarët, pra shqiptarët e Kosovës. Dhe natyrisht amerikanët si ndërmjetës, si aktorë me shumë influencë të madhe, sigurisht do bisedojnë me palët. Dhe ndërkohë do bisedojnë me serbët, ndoshta me serbët do bisedojnë edhe për pikpamjet që tashmë i ka shprehur Albini në mënyrë të fortë. Unë zot ta quaj Kashillik, po edhe ashtu Kashillik mund ta quash, sepse nuk mund vendojnë që të bëjë Albin Kurti Kashillik amerikanëve, po mund thosh qëndrimi i fortë, qëndrimi i përputhje me kushtetutën. Dhe sigurisht që flasin edhe për këtë dhe nuk mund të themi që po afrohen me ata po ndopa. Situata është e tillë, unë shpresoj të kapërcehet. Mendoj që për këtë situatë ndoshta edhe takimet që ka pas Vjosa Osmani atje, presidenti. Mund të kenë lehtësuar. Sigurisht. Ajo nuk do të sigurisht do të ketë parasysh që të ndihmojë ta zbusit ke klim. Shikojnë çfarë lloj zhvillimesh do të ketë. Por nuk e quaj si diçka që është, po themi, që e ka zhytur Kosovën dhe e ka bërë të parikuperueshme. Vlerja e armatimeve vazhdon. Po, sigurisht. Forcat e KFOR-it? Po, kanë vajtë dhe forcat turke, kur dhe më parë dje. Tani, ka dhe, po të fusim në arsyetim dhe disa element tjerë. Në datë 12 tetor kanë zgjedhje lokale. Këto dhe janë shumë interesante. Jo në kuptimin se bëhen zgjedhje lokale, eri për të rritë pushtetit vendor, por për të parë si është ekuilibri i forcave. Dhe për mua, jam shumë kurios, ja do të ta them, për mua janë shumë kurios, si do të dali partia vetëvendosja. Nuk besoj që do të ketë po atë përqindje që ka pas zgjedhje përgjithshme. Them unë jam gabim, do të jetë më pak, sepse populli shqiptar i Kosovës është shumë i ndjeshëm për marrëdhëniet me amerikanët dhe ndoshta ato me votën e tyre do të tregojnë partisë vetëvendosë se dakord, ke shumë drejt, po duhet mbajtur disa ekuilibër. Duhet sa gjëra domethënë nuk bëhen menjëherë, bëhet me pak kohë, bëhet duke respektuar dhe aleatin strategjik dhe duke respektuar kërkesat e tij. Të shohim, për këtë jam kurios. E thash i den ndoshta do marrim më pak, sa më pak nuk e di. Po që se situata, mozaiku politik, i forcat politike do të ndryshojë shumë. Jo në kuptimin që bie vetëm vendosur, por përgjithësi shumë. Mund të ketë arsye për zgjedhjet parakohshme. Po këto varen dhe nga raportet, nga dialogu që mendohet të rikuperohet, sipas me them me dëshirë, midis Amerikës dhe qeverisë Kurti. Zgjedhjet, rezultati i zgjedhjeve dhe këtë marrëdhënie mundet që të çojnë zgjedhjet parakohshme. Të shohim.
Qartë. E fundit, që është vazhdim në fakti kësaj, për cilën po flasim, ndërkohë që kemi të gjithë këtë sken dhe këtë dinamik politike në Kosovë, futet Befas Edi Rama në intervistën e 2 ditëve më parë në një televizion në Kosovë, ku duket se kërkon të luajë në fakt kundër peshën e vendimeve të Kurtit. Ai thot, së pari thot sa i takon gjykatës speciale që nuk ka një konsensus politik mes forcave në Kosovë për një rezolut kundër gjykatës speciale në kuvendin e Kosovës. Nga ana tjetër thot që Kosova nuk duhet që të ketë vëmendje nga Serbia, por duhet përmbush rrugtimin e saj dhe detyrimet me partnerët, pra edhe nëse Serbia nuk i përmbush ato. Nuk e di si duket kjo ndërhyrja e kryeministrit tonë. Shka, kryeministri mund të bëjë deklarata të bukura që duket sikur përpiqet ndihmojë Kosovën, po në fakt qëndrimi i praktik 13 vjeçar tregon vetëm shpërfillje të interesave themelore të Kosovës dhe bëll të referohemi idesë të lakuar shumë prej tij apo të artikuluar Ballkanit të hapur dhe tregon që ai nuk e di pse i bën këto, i bën për treguar po luan rolin e tij rajonal etj, po me Kosovën ka shumë borxhe. Edhe ato borxhe 13 vjeçare nuk mbyllemi deklaratë që shikoni rrugën tuaj dhe për të tregu indirekt dhe amerikanëve ja unë po përpiqem që Kurtin ta fus në rrugë që të pasigurisht kjo është, por nuk unë mendoj që kryeministri Ynës e Yni është tani i mirë i keq s'ka rëndësi, i ka prish marrëdhëniet shumë më keq me amerikanët dhe nuk i takon këtij që është i zhytur. A mendojnë që është vërtet që kështu mendoj që mendoj. Departamenti i Shtetit e keni lexuar raporti i fundit skandalos fare, jam bëma të kësaj qeverie, këtij kryeministri, nuk mund të kaloj. Pra ky që ka prishur marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e duket qartë as fare. Edhe fakti që shkoi atje në OKB këtë radhë, që ai s'le radhë pa bë fotografie me u duk kështu. Propagandë. Pra një person që është marrëdhënie të tilla nuk mundet të japi mend edhe me aludime një person tjetër që ka probleme amerikanë, po as pak në këtë shkallë që ka çështje më shumë po themi diplomatike se sa parimore lidhur me pastrimin e parave, trafikimin e lëndëve narkotike, lidhe me grupet kriminale që janë shumë serioze për një shtet. Qofse i shtet merret me këto aktivitete dhe ky kryeministër është amerikan, ka përsërit vazhdimisht që është i përkushtuar për të luftuar terrorizmin, narkoterrorizmin, kudo që vinë dhe për bërje të paqes me forcë për drejtësi e për gjitha. Kështu që ky tani jep këshilla këtij, nuk i quaj hipokrite dhe i quaj diçka që vjen në kontradiktim të hapur me gjithë qëndrimin që ka Kosova. Përsërisit, ai ka shumë borxhe ndaj Kosovës për bashkëpunimin me Kosovës dhe po të them vetëm një gjë tani, pa u futur tek kjo shumë. Përse ai nuk e angazhon Ministrinë e Jashtme shqiptare, përfshirë dhe veten e vet për të lobuar për njohjet e Kosovës? Në fakt ne pam një gjë tjetër në OKB. Se bën këtë gjë. Ne pam një gjë tjetër në OKB, ne pam që Ministria jonë e Jashtme së bashku me Presidentin e Republikës u ulën me Richard Grenellin. Po mirë, po pastaj. Për çfarë? Unë më thuaj, më fal se po të ashtu. Jo, mos ndërpres. Në lidhje me situatën patjetër edhe të Kosovës. Po këtë që diskutuam, për këtë diskutuam. Situata duhet nuk është mirë e tjerë, do të Grenelli është përfaqësues special tani për çështje. Pra kjo është, domethënë ideja se si të rregullohet marrëdhënia e Kosovës me Shtetet e Bashkuara, e cila ka një dialog ndërprerë tani. Ka dhe fondet ndërprerë nga të ngrira, po themi, nga BE-ja, po shikojmë. Për shembull, një gjë që Kurti, kushdo që thotë nuk mund ta kapërcej, është çështja e asociacionit komunar serbe. Edhe unë po t'isha në vend tit njëjtën gjë të bëja. Ju mund thoni shikoj se mund vi aleati prap strategjik amerikanë, do i thosha e ke gabim këtë gjë. Thjesht, aleati duhet të thënë, atij që e ke mik duhet të thënë gjërat. Nuk ka pse të mbuloj, me i thotë unë po e bëj, shumë mbyllur. Ka gjëra. Do të lëshoj diku tjetër, po për këtë. Kështu që në të mbledhje këto gjëra janë diskutuar, nuk di gjëra konkrete, s'ka dalë në komunikat, siç e di deri tani s'ka dalë. Kanë biseduar, kanë ndarë shqetësimet, kanë ndarë mënyrat se si mund të bëhet, çka ka drejtë, se unë jam i sigurt që nuk e di Spiropali, po jam i sigurt që presidenti i Kosovës sigurisht edhe ka mbështetur Albinin në disa çështje.
nuk ka qenë atje dhe nuk ka folur atje si një person I cili po përpiqet të rregullojë imazhin e Albin Kurtit pa I dhënë drejtë, sa I ka drejta, sigurisht disa qëndrime I ka drejta.